27 vjetësh, mbetjet mortore të Masar Dushit, Bali Gashit dhe Fadil Elezaj të zhdukur në vitin 1999 në masakrën e Kraloanit. Nesër bëhet varrimi në varrezat e dëshmorëve në Klinë, derisa do të ketë edhe homazhe dhe akademi përkujtimore nën patronatin e komunës së Klinës. Masar Dushi ishte vetëm 23 vjeç kur u ndalua nga forcat serbe dhe për 27 vjet është konsideruar i zhdukur. Ne do të lidhemi tani me familjen Dushi për të marrë të gjitha detajet sa i përket ceremonisë që do të mbahet nesër e po ashtu këtij lajmi të sotëm. E kemi në linjë direkte djalin e Axhës së tij që është Fidan Dushi. Përshëndetje zotri Dushi. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Fillimisht mirë që janë gjetur mbetjet mortore të djalit të Axhës tuaj. Nëse na tregoni, nëse kthehemi në vitin 1999, si ndodhi ngjarja? Faleminderit shumë edhe për juve edhe për KTV-s që do të ndajmë së bashku këtë dhimbje. Të kthehem në vitin 99, kur me 28 mars të 99-s neve nga dëbun për shpia dhe nga dërguan për Kralan, ku aty jemi ndalur në Kralan nga forcat serbe dhe kemi qëndruar për 4 ditë. Pas 4 dite ka filluar ofenziv nga forcat serbe dhe ja ku jemi. Pas 27 vjetër, pritje dhe ankth kemi filluar të gjejmë mbetjet e familjarëve tonë. Kur e morët vesh lajmin që besoj ka përfunduar pastaj datën që janë mbetjet mortore të djalit të Axhës tuaj? Lajmi na është komentuar para 2 javëve për vendodhjen e këtij varrit masiv, ndërsa tash së fundi janë kryer të gjitha procedurat dhe nesër pra janë edhe ceremonitë e rivarrimit. Derisa bisedoja me familjarët, mu tha që babai i tij ka qenë vazhdimisht person që ka folur për çështjen për këtë masakër, për djalin e zhdukur. Tashmë babain nuk e ka të gjallë, pra as babain, por familja do të organizoj, përveç që do të jetë pjesë e varrimit që do të bëhet nën patronatin e komunës së Klinës, në varrezat e dëshmorëve, familja pastaj do të keni edhe të pame tani pas 27 vjetësh. Po, familja do të ketë pame me datën 28 dytit, që nga mëngjesit deri në mbrëmje, ndërsa ceremonia e rivarrimit që kemi fiksuar, homazhet do të jenë nga ora 11:30 deri në 12:30 në pallatin e kulturës Ionat Gaxhini Klinë. Akademia përkujtimore do të jetë nga ora 1, ndërsa rivarrimi do të jetë nga ora 2 në varrezat e dëshmorëve Kodra e Kuqe në fshatin Zajn. Mirë që janë gjetur mbetjet mortore, por po e shoh që jeni emocionuar dhe natyrisht që ju është rikthyer të ngjarja e asaj kohe, besoj. Është emocion se pas 27 vjetëve hapet dhimbja jonë. Nuk ka bërë më të rëndë se pritja pa përgjigje për 27 vjetë. Besoj që edhe nesër do të merremi edhe me këtë rast, ka edhe 2 martirë të tjerë që sipas komunës janë trupat e të cilëve, mbetjet e të cilëve mortore janë gjetur dhe do të jenë pjesë e ceremonisë. Besoj që do të jenë të gjithë bashkë. Po, sipas komisionit qeveritar për persona të zhdukur, po ashtu edhe komunës së Klinës, do të bëhet rivarrimi i të treve së bashku, i Bali Gashit, i Fadil Elezajt edhe i familjarët tonë Masar Dushit. Ju tha që është rihapur një plag edhe natyrisht në këto 27 vjet, kur ka pasur lajme për gjetje mortore, sigurisht që keni shpresuar që do të mund të jenë të djalit të Axhës tuaj, besoj. Po, ne si familjarë nuk është vetëm djali i Axhës, ne i kemi 13 anëtar të zhdukur. Ndërsa të në kohën kër dëgjojmë së lajme, mendojmë që është dikush i familjes tonë, deri tash është familjarë i tretë që kemi gjetur mbetjet mortore dhe shpresoj që të gjenden gjithë, jo vetëm familjarë tonë, për gjithë personat e zhdukur që janë në nivel Kosovës. Pra, ju në familje keni edhe 10 të tjerë? Po, të paktën ta kenë një varë. Dhe natyrisht
mirë që do të ketë një varë për Masuarin. A mund na tregoni pak, Masuari pas ka qenë 23 vjeçar në atë kohë, a mund na tregoni pak për të? Ta them drejtën, unë kam qenë vetëm 8 vjeçar. Për me fol me të për të më shumë, do të flasin familjarët e ngushtë, nusja tina edhe qikat e tina. Unë veç që më i me thonë që ka qenë 23 vjeçar, edhe si çdo i ri me shpresë, por nuk pa shpresë. Pra, nga jo që po thoni, a i ka qenë i martuar? Po, i martuar dhe ka 2 vajza. Uroj t'i ketë me jetë gjatë vajzat. Faleminderit shumë. Nuk po ju mbaj më shumë, sepse po shoh që jeni të emocionuar. Faleminderit për këto informata. Faleminderit që ndoat kohë për ne dhe shikuesit tanë. Shumë faleminderit edhe për juve. Kalofshi mirë. Faleminderit shumë.